Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pranoi nisjen e gjykimit për hetimin e SPAK ndaj kryetarit të bashkisë Tropoj, Rexh Byberi. Ky fondit u hetua dhe është marrë zyrtarisht i pandehur nga prokuroria e posaçme për veprën penale shpërdorim detyre. Në të njëjtën dosje nën akuzë është edhe nënkryetari i bashkisë Tropojës Abedin Kërnaja. Sipas një hetimi të SPAK, kryebashkiaku dhe nënkryetari i Tropojës i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej rreth 2.7 milion eurosh për hapjen e një rruge me gjatësi 3.2 kilometra, e cila në pjesën më të madhe ndjek gjurmën e një rruge kombësore ekzistuese. SPAK thot për këtë ndërhyrje duhej ndjekur procedura ligjore përmes sistemit elektronik e-leje pranë bashkisë Tropoj, si autoriteti kompetent për shqyrtimin dhe miratimin e lejes së ndërtimit të infrastrukturës, pas verifikimit të dokumentacionit tekniko-ligjor. Prokuroria nënvizon se kjo procedurë nuk është respektuar me drejtuesit e bashkisë, të cilët kanë kryer veprime në kundërshtim me ligjin, duke shkaktuar një dëm financiar të konsiderueshëm. Kryebashkiaku i Tropojës dhe zëvendësi i tij u hetuan fillimisht me masën arrest shtëpie dhe më pas u vendosën në masën e sigurisë detyrim paraqitje.